Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit të dashur të NEE Podcast. Mirë se vini edhe këtë të premte këtu me një tjetër fytyrë publike i cili është Elias Shuli, ku kam kënaqësinë që ta prezantoj një gazetar, moderator e po ashtu një muzikant me 3 profesione të ndryshme. Ai sot vjen në NEE Podcast të flas për veten e tij, por edhe për shumë gjëra të ndryshme si ato profesionale, personale e tjera më shumë. Kemi shumë për të folur sot me Eliasin, kështu që bëhuni gati. Përshëndetje Elias. Ejo, përshëndetje. Shumë kënaqësi që jam pjesë e këtij podcasti. Reato, se është koha që të fillojmë. Atëherë Elias, pa humbur kohë, dua të vazhdoj me pyetjen e parë. Pyetja e parë është se si ka ndikuar përvoja juaj si aktor dhe regjisor në çështjen tuaj ndaj krijimit të teksteve muzikore. Në fakt, shkollimi im teatral deri diku më ka dhënë një qasje pak më epike dhe pak më dramatike sa i përket krijimit të këngëve apo të muzikës. Në momentin që unë krijoj një tekst, kam parasysh një ngjarje, kam parasysh një personazh, pse jo, dhe më pëlqen që këngëtarit ose këngëtare si më kërkon këngë, ti vesh një kostum sikur është një personazh. Shpesh këngëtarët më thonë që i kam ide shumë teatrale apo filmike, po pse jo në fundit. Duke qenë se jeta aktor, të arsyetohet fakti që ndoshta i ke ato ide teatrale, filmike, është shumë ndoshta diversale, thënë kështu në kuptimin e plotë të fjalës. Elias, duke qenë se keni përvojë si moderator, po ashtu edhe gazetar, si e balanconi rolin tuaj mes medias dhe krijimtarisë artistike? Kuptohet media dhe krijimtaria artistike janë pak të ndryshme, i kanë disa gjëra ndoshta edhe të njëjta, por ti si balancon këto dy role në jetën tënde profesionale? Do më duhet jemi sinqert, të bësh muzikë në trojt shqipfolse është e vështirë. Kjo sepse tregu është shumë i vogël dhe krijues ka plot. Këngëtar ka plot patjetër, por nga ana tjetër, të gjithë ne jemi në një konkurrencë me njëri tjetrin për të bërë gjëra sa më ndryshe, për të bërë gjëra sa më artistike, dhe nga ana tjetër, fatmirësisht ose fatkeqësisht, ekziston tendenca që duhet të jemi sa më të klikueshëm. Kjo sot parimisht sjell suksesin apo hitin në një farë mënyre. Prandaj këngëtarët, duke qenë se shumica prej tyre investohen vetë në këngë, pra i paguajnë vetë këngët, mendohen mirë përpara se të bëjnë një projekt muzikor. Sigurisht që ka shumë artistë që janë mbështetës, shumë studio që kërkojnë krijues të rinj, por përgjithsisht është e vështirë, sepse standardet janë vendosur dhe në një farë mënyrë është një misioni të gjithë krijuesve të rinj për të bërë rrugën e tij ose të saj në këto standarde apo struktura të vendosura. Pra dhe një herë për ta përmbledhur, sfidat mund të jenë originaliteti, të qenë i klikueshëm, të bindësh këngëtarin apo këngëtaren për materialin dhe për gjën artistike që ti ndjen apo që do, edhe sigurisht të krijosh një strukturë apo një rrjet të gjerë që pjesa më e madhe e studiove dhe këngëtarëve të kenë një farë konsiderate për punët e tua. Nga konkurenca në muzikë, tashmë në një krejt tjetër pyetje. Elias, ta trego pak sot se çfarë do të thotë për ty Top Channel. Ne dim se aty ke punuar për një kohë të gjatë, por edhe vazhdon të punosh. Çfarë do të thotë ky kanal për ty? Top Channel, Top Albania Radio, Top Media në tërësi, tek unë simbolizojnë atë folen ku ti rritesh, mëson të hedhësh hapat e parë edhe je gati për të vazhduar misionin tënd jetik në cilin do stacion që jeta do të dërgojë. Kam kujtimet më të bukura nga Top Media, veçanërisht nga Top Albania Radio, sepse unë aty jam krijuar. E vërtet Elias, si aty e krijuar dhe unë të kam ndjekur në disa momente karrierore të tuaja në fillim dhe kam parë që ke qenë shumë të paktën nga ana ime punëtor në Top Media, Top Albania Radio etj. Elias, tashmë në një krejt tjetër pyetje do të rikthehemi përsëri muzikës, duke pasur parasysh përvojën tënde në festivale si Kënga Magjike, cilat janë disa nga aspektet më pak të njohura të përgatitjes së një këngë për një kompeticion të tillë. Të bësh këngë për festival është një mision më vete, aq më tepër për një industri muzikore siç është Kënga Magjike. Ti nuk mund të shkosh me një material do si do, duhet të përgatitesh mirë dhe sigurisht duhet të jesh sa më i veçantë në gjën që ti përfaqëson. Duke qenë se unë kam pasur kënaqësinë të prezantoj 7 projekte në Këngën Magjike, di të them që të gjitha, njëri pas tjetrit, janë ndërtuar
me dedikime. Pra çdo këngë ka një histori të vërtetë aty brenda. Nëse flas për super baladën As ajo nga Elita Reçi, mund të them që ka shënuar rikthimin në balada të një super këngëtare siç është Elita. Ka qenë një dedikim dashurie. Sigurisht tekstin e këngës unë e kam punuar duke udhëtuar nga njëri shtet në tjetrin. Edhe jam shumë i lumtur që Elita i ka dhënë gjithë emocionin e mundshëm që mund të ketë ajo këngë. Edhe patjetër hyn tek një ndër krimet që unë dua më fort, sepse ka buruar nga emocionet të brendshme. Kur kemi punuar Mirëmëngjes nga Blerina Braka, sigurisht teksti është një dedikim, po themi, apo një forcë për të mbështetur gratë që kanë përjetuar dhunë, por unë nuk do ma priste mendja asnjëherë që pas përfundimit të këngës Blerina të më tregonte historinë e trisht që ajo ka pasur, duke qenë se motra e saj ka përjetuar momente dhune në familje. Kur kemi punuar këngën më e fortë nga Xhej Sara, ku unë aty jam edhe si kompozitor, me pak fjalë do ta them, sepse kam një emocion shumë të madh kur e kujtoj. Ajo këngë ka ardhur edhe si amanet i babait të Xhej Sarës, i cili ka ndruar jetë. Kështu që pjesa dërmuese e këngëve apo një copë shpirti nga Gentiteta që po prapë është dedikim, apo Plumbat nga Algert Sala që po prapë është dedikim, Të kam llastuar nga Ingridi, Më shikon sy nga Geral Cilibashi dhe shumë të tjera që tani po ti përmend nuk ka fund podcasti. Kanë përjetime personale. Ky mund të jetë një nga gjërat që mbase nuk e kam thënë shumë shpesh, po ja po e zbuloj tek ju. Të gjitha këngët janë dedikime dhe në fakt pothuajse të gjithë krijuesit kur bëjnë këngë futen në historitë e vjetra apo në historitë që jetojnë për të nxjerrë tekste dhe këngë të reja. Atëherë jos tashmë në pjesën e dytë të pyetjeve. Je një muzikant, na trego pak sot këngëtorin shqiptar që pëlqen më shumë, tek ai më pak dhe pse? Shpresoj që nuk do i kursesh kësaj pyetje. O nuk e keni idenë se sa këngëtar apo këngëtare më pëlqejnë mua, por nuk di t'ju them specifikisht se kush është më i preferuari ose më e preferuara. Por mund t'ju them disa zëra që do doja pse jo të punojnë në të ardhmen, siç janë Adelina Ismaili, Aurela Gaçe, Jehona Sopi, Adelina Thaçi, Eneda Tarifa, ka shumë këngëtar ose këngëtare. Por ndërkohë Adelina Ismailit dhe Jehona Sopit ja kam vënë syrin edhe së shpejti mendoj që do t'i kontaktoj për t'ju treguar materialet cilat jam duke i punuar. Sa i përket këngëtarit ose këngëtares që nuk më pëlqen, di të them që të gjitha këngët që i përkasin rrymës hip hop, rap, që patjetër sot janë trend dhe janë in, mua nuk më emocionojnë, unë nuk ndihem pranë asaj rrymë muzikore, kështu që nuk është se para i dëgjoj me të drejtën. Më pëlqen muzika që ka melodi. E di, jam pak old school, po pse jo në fundit. Apo Plumbat nga Algert Sala që po prapë është dedikim, Të kam llastuar nga Ingridi, Më shikon sy nga Geral Cilibashi dhe shumë të tjera që tani po ti përmend nuk ka fund podcasti. Kanë përjetime personale. Ky mund të jetë një nga gjërat që mbase nuk e kam thënë shumë shpesh, po ja po e zbuloj tek ju. Të gjitha këngët janë dedikime dhe në fakt pothuajse të gjithë krijuesit kur bëjnë këngë futen në historitë e vjetra apo në historitë që jetojnë për të nxjerrë tekste dhe këngë të reja. Atëherë jos nuk ju përgjigje shumë kësaj pyetje, por zihet si një përgjigje duke qenë se tashmë mund të themi se Eliosit nuk i pëlqejnë ndoshta hip hop artistët. Nëse mund të themi kështu të paktën. Elios na trego pak tashmë se kush të inspiron ty për të vazhduar përpara. Ti je një çon që ke tri profesione të ndryshme nga njëra tjetra dhe ndonjëherë të kesh tri profesione të ndryshme nga njëra tjetra të vijnë të frymëzohesh që të vazhdosh edhe me gjëra të reja në ato tri profesione të ndryshme. Kështu na trego pak emrin e artistit apo artistes që të frymëzon ty. Kush më frymëzon mua? Po ti duhet paguash që unë ta them këtë përgjigjen, se si do ta them kështu direkt? Të bëj shaka. Ju publik i dashur më frymëzoni. Në fakt të gjithë ne krijuesit kur krijojmë diçka kam përshtypjen që vendosemi në historitë tona të dashurisë apo në lëndimet që mund të kemi, sepse unë jam i mendimit që për të krijuar gjëra të bukura ti nuk mund t'i krijosh ato nëse nuk vuan pak, se dhe vetë arti është një formë e të pastruarit shpirtit. Për momentin nuk kam dikë që më frymëzon specifikisht, kështu që detyrojmë të ricikloj historitë e mia të vjetra apo historitë që dëgjoj lart e poshtë. Nëse është përgjigje që po kërkoje. Nëse nuk është kjo, pastaj më vjen keq, po nuk kam ç'a them. Tashmë dua të kaloj pak në personal. Elias, dua të pyes se cili është mësimi më i rëndësishëm që të ka dhënë jeta ty personalisht. Është ndoshta një pyetje personale, por të harrojmë pak edhe të kjo ana jote ndoshta e pa dëgjuar më parë apo them kështu një anë e paprekur jote, ja.
Një nga mësimet më të rëndësishme që më ka dhënë jeta dhe që do doja ta ndaja me të gjithë ju është ti besoni instiktit dhe intuitës tuaj. Asnjëherë nuk ju gabon. Edhe mbi të gjitha të dim të jemi njerëz sa më të mirë, sepse në këtë qiell ka vend për të gjitha yjet. E vërtet, është një mësim që ndoshta edhe unë mund të them që kam mësuar, që të besosh vetë instiktit dhe të kesh vetë besim në vetvete. Elios, tashmë dua të vazhdoj në një pyetje tjetër, e cila është një pyetje pak e spicy, thënë kështu e djegst. Na trego pak se kush mendon që është bërë pjesë e Top Channel pa merit? Kush nuk e meriton të jetë aty sot, sipas teje? Fatkeqësisht, jo vetëm këtu, por kudo nëpër botë, ne po orientohemi drejt kulturës së Trash TV, që do të thotë promovojnë sherre, promovojnë debate të ndryshme, perversitete nga më të ndryshmet dhe harrohet përmbajtja. Sigurisht, kjo në pjesën ndërmuese, sepse ne vendi kemi gjëra cilësore në media. Por për mua nuk të bën figurë televizive një fustan me xixa, nuk të bën figurë televizive pse nxorë kofshët e bukura apo dekolten e bukur, nuk të bën figurë televizive një deklaratë që ti mund të kesh bërë dhe ka ngjallur debat në rrjet. Për mua këto nuk vlen nëse ti nuk ke përmbajtjen. Dhe sot në mendimin tim ka humbur roli i prezantuesit, i moderatorit. Të gjithë pretendojnë se mund të jenë, po themi, moderatorë të suksesshëm, por nuk kanë përmbajtjen brenda. Ashtu si kundër ka modele shumë të suksesshme, që patjetër janë një frymëzim për gjenerata të ndryshme, por nëse vendos një peshore midis cilësisë mediatike dhe bërllogut mediatik, më vjen keq që po drejtohemi gjithnjë më shumë drejt bërllogut mediatik. Atëherë Elios, më le të them që atë unë pajtohem këtu, sepse ndonjëherë me të vërtetë edhe cilësia e televizionit dhe etika e televizionit ndonjëherë kalohet nga këto debatet e krijuara që mendojnë që i bëjnë ndoshta më superior dhe më të famshëm. Elios, tashmë na trego pak se cilat janë planet e tua të këtij viti 2025-ta, çfarë planifikon për Eliosin ose Eliosi për 2025-ën? Një shprehje vjetër popullore thotë që nëse i tregon planet e tua, ato nuk realizohen, por unë nuk mund të rri pa treguar se çfarë do më sjell 2025-a. Jam duke punuar shumë materiale të ndryshme, të cilat do të publikohen me kalimin e kohës, por një nga më të rëndësishmit është një bashkëpunim që kam me Eli Farën dhe Adrian Hillën. Pra ne të tre jemi bashkuar dhe do të nxjerrim së shpejti një material që jam i bindur se do ta kërceni pafund në çdo moment që transmetohet. Eli Fara është një nga këngëtarët që unë kam pasur ëndër të punoj, edhe mezi pres të dëgjoni këngën që kemi punuar për ju. Jam duke punuar këngë për festivale, patjetër, dhe mezi pres të dëgjoni, ndërsa në aspekt mediatik, mbetet për të zbuluar. Elios, unë do të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij podcasti tonë sot. Është kënaqësi të kemi një profesionist si ti, një gazetar, moderator apo ashtu edhe një muzikant si ti. Unë dua të falenderoj shumë edhe një herë, ishte kënaqësia jonë që të kishim sot këtu. Dua të falenderoj po ashtu edhe publikun tonë të dashur që javë për javë na shkruan se kë e keni javën që vjen. Javën që vjen e kemi një tjetër fytyrë publike që nuk mund t'ju tregoj tani, por do e merrni vesh në vazhdim. Faleminderit juve, faleminderit Eliosit dhe ne shihemi javën tjetër. E deri atëherë nga Uniti Zerza, po çifat.